Sot jemi vendosur te gjykata e Tiranës, sot kemi ardhur këtu sepse unë para disa ditësh, mos them një muaj përpara, kam hedhur një firmë për një parti të Kreshnik Osmanit. Para ca ditësh, para pak ditësh, 4-5 ditësh kështu, te Artur Zhej, në një emision s'ka rëndësi se ku, po ne pa e përmendim dhe emrin, e dëgjoj këtë Osmanin, këtë qaftrashi, që është një njeri pa, s'ka qaf ky është bashkuar koka me trupin, e dëgjoj që pas ka shkuar dhe që ka futur në negociata me Sali Berishën për të bërë koalicione. Unë po t'ishte puna për ta vendosur firmën time, për Sali Berishën nuk kisha nevojë për kopje, nuk shkruaj te origjinali, shkruaj direkt te Saliu. Nuk kisha nevojë të firmosja atje, unë e firmosa se e pash këtë Hileqar, të rrinte në mes të Tiranës si gjinafçar dhe të Pallati i Kulturës, dhe shkova i dhash kartën e identitetit dhe firmën time duke menduar se ky përfaqëson diçka të re, një damlla që si bie këtij. Tani, në vend që ti para punës ki duhet të thoshte si shumë të tjerë, duhet të thoshte që unë ju kërkoj falje popullit shqiptar, që janë bërë goxha burrë, i shëndetshëm, i suksesshëm, shëndoshur në një vend ku vuan, ki popull që vuan, që heqë, dhe ki u bë kaq i pasur këtu, kaq i rehat, i suksesshëm, në këtë vend të dështuar dhe të varfër. Ti thotë na falni që s'kam ndërhyrë në arenën politike për kaq vjet. Bën të kundërtën, shkon atje dhe i bërë atje, është bërë si muk qobani, edhe shkon atje dhe bën negociata me Sali Berishën. Asa të dikush tjetër, pra thash edhe një herë, unë te kam firmosur si diçka të re, jo si të bëj gjëra të tilla. Dhe çfarë shkon dhe thotë ki Maskara, që thotë që jam edhe ekspert i sigurisë kombëtare, shkon dhe diskuton çështën e Belerit, duke e quajtur ky Koktopja, e quan një gjyle në përkënd të Sali Berishës. Edhe diskuton për Sali Berishën për punën e Belerit. Edhe ky i jep arsyetimet e veta që nga Beleri unë nuk heq dorë. Saliu që dihet e po, ne dim se ai ka rënë hasha interesit kombëtar si Saliu dhe si Salinjtë dhe ata që janë në Saliu. Tani, ky molusk, ky kërmill, ky ligavec politiko-mediatik, se ky është një biseksual, nuk e merr vesh kur është mediatik dhe kur është politik, fatkeqësisht, se ky më ka deshur, unë e kam vlerësuar, kam shkuar dhe më kanë kërkuar që të jem edhe, do më thënë, të bëj pjesë në listat për kandidat për deputet të kësaj partije. Po me qenë se unë nuk doja të isha ndonjëherë antar partije dhe nuk mundem që të jem i pavarur, se se kam mundësinë financiare, atëherë jem tërhequr dhe i kam thënë, për këtë arsye ka qenë një piktor Skopeci, e kam këtu, do ta shifni më vonë, që më kanë kërkuar të jem antari pjesëtar në listat për deputet të kësaj partije dhe për fat të mirë zoti më dha që unë nuk pranova, shqyr që shpëtova. Tani, në vend që ky ti thoshte, si është mundur ky idiot që ban veten edhe si ekspert të politikës dhe geopolitikës, të sigurisë kombëtare, si është mundur që ti, një njeri si Beleri që është kërcënim për sigurinë kombëtare, ta vesh përpara meje. Këtë po t'ishte ky ligavec politik, pse nuk e bëri këtë? Një gjykim të thjesht me instinkt, se arsye ky nuk ka prandësh qafë është trashur dhe bësh i buall, bashkuar koka me trupin pa qafë. Iku dhe kjo. Dhe e fundit, por me kryesorja, ai nuk pranon të bëj publike atë që ka diskutuar për Belerin me Berishën. Është çështje e brendshme, unë ata që bëj muhabet e tha atje publikisht, e tha, unë nuk i nxjerr, tha, nuk i bëj publike. Beleri, more Maskara, more idiot politik, është një kërcënim për sigurinë kombëtare dhe ti paguhesh si ekspert i sigurisë kombëtare, mbahesh si i tillë, ftohesh si i tillë, diskuton si i tillë. Dhe kur vjen puna nuk e bën publike, habitem. Unë kam ardhur këtu te gjykatat e Tiranës, do vi prap në esër për të tërhequr firmën time. Ju bëj thirrje të gjithëve ju, kur i shikoni këta tradhtar, maskarënj, që janë bërë me maska, për të bërë matrapazliqe dhe pazarliqe këta turgjar kombësh, tërhiqeni firmën dhe ju, si unë, se unë do e bëj, unë do e tërheq firmën time, po uroj ta tërheqim dhe ta çojmë piramidë, ta bëjmë piramidë, si që është piramidë, të japim vendin e merituar këtij njeriu që don të na shitet si i ri dhe është me i vjetër se të vjetrit, përpara se sa të hapet fushata zgjedhore. Uroj që të bëjmë diçka, që t'i heqim firmat, që mos jemi ne pjesëtar, pa interes, pa dashje, të mos bëhemi pjesëtar në këtë tradhti. Ju uroj të gjithë të mirat.